Afërdita të përshëndes. Shikuesve tonë dhe për kryeqytetasit, ky vend është shumë i njohur, pra jemi në tregun e Gjelbërt, ku gjithë ata që dëshirojnë të marrin pemë dhe perime të freskëta, ky është vendi ideal. Edhe pse nuk është ideal për tregtarët që këtë kërkesë për të përmirësuar kushtet e tyre është që nga pas lufta, por ja që ata vazhdojnë të punojnë e të ofrojnë pemë dhe perime e produkte pra të tjera në tregun e Gjelbërt në kryeqytet në rrethana të jashtëzakonshme. Por sot do të flasim për çmimet edhe sigurisht ne erdhëm paraprakisht, tregtarët s'është që patën shumë dëshirë të flasin, pasi janë të lodhur nga gjitha rrethanat në të cilat ata veprojnë këtu në tregun e Gjelbërt, por megjithatë çmimet duket se siç janë paralajmëruar shumë të fryera, sot pas kanë një ulje të lehtë. Për shembull, është bërë shumë e madhe për specat që kanë arritur çmimin edhe me 4 e 5 euro, tash për tani specat në ato vende ku pyetëm janë 2 e 2 e gjysmë. Duke filluar nga specat e kuq, të Gjelbërt, të djegës dhe të pa djegës. Kështu që është një zbritje e lehtë, por jo dhe aq e lehtë nëse dikush ka bler spesa në 5 euro deri më tash. Ne do të tentojmë të marrim edhe dikë tjetër, do të tentojmë të marrim edhe qytetarët të cilët kanë ardhur për të bler gjëra. Përshëndetje. Jemi live nga televizioni 21, kemi dalur në treg, flasim për çmimet, jemi në prag të festës së Bajramit dhe janë më të larta se herave të tjera, apo kanë pësuar zbritje sot? Sot ka zbritje. Sot ka zbritje edhe po nuk ka artikuj. Mjaftueshëm. Për shembull? Për shembull speca nuk ka, janë këtë do speca të vështër për me mush me mish bluma në sena diçka. Edhe kështu që e morra mishën e sena, do kep të sena speca s'posha. Mishi ishte shtrejtuar apo kishte mbajtur çmimin e njëjtë? E njëjtë. Sa ishte kilogrami aty ku e keni marrur ju? 7 euro. Domethënë mishi i bluar. Po mishi i bluar edhe kështu. 7 euro mishi. Po qëto 35 euro është mish. 3 kila e gjysmë, ndoshta 10 për ka kushtuar type se jam sigur. Por nga ato që keni bler deri më tash, sa mund të kushtoj një drek Bajrami? Po një drek Bajrami me llogaritë unë kam 3 djemë dhe thirrje për Bajram ka 120 euro. Sa antar jeni gjithsej? Jena veç unë gruaja, po edhe 3 djemë me nuse. Vina dhe me fëmijë, kështu që po më përmjaftuar. Për të arritur këtë kostën, inshallah të dalin 120. Ndoshta. Ja pak më shkurt mbase. Unë jam pensioner. Gruaja merr një rrogë solide 410 euro. Çmimet nuk vujna me thonë se janë çmime normale. Nuk vujna me rrit tash veç me keshën, me thonë çka po. Edhe që ka të ardhura më shumë, sigurisht që çmimet janë normale, por dikë që ka të ardhura më pak. Këto janë çmimet normale, kur s'ka qenë buka më lirë, po na po dojna me shku. Po na po shkojna në ekstrem, na po dojna me shku në ekstrem. Që tash speca 2 euro ishin speca të vogël, po unë kam marrë edhe për fest Bajramit, për shembull, për iftar që i kam thirrë njerëzit, i kam marrë 3 euro gjysmë, i kam marrë papure se nuk ka somborka. Kështu që nuk është sezon atyre dhe është normale të kenë edhe çmime pak më të ngritura për ata artikuj të cilët janë në mungesë. Para 10 vjetë, nëse kena pasur në pazar dimnit me marrë domate, me marrë speca, sene, kena ndrruhe. Se unë kom qenë që më një kur i pash atje thesha, a është në mosh me kjo mitë disdimnit në shkurt, një janar me pas speca, me pas të të në artikujt. E këtu të në këtë artikujt janë, që ta është dhe ti ma qmime sa dojnë, që kena me bona, po kjo është një farë luksi pak, edhe unë krye sopi. Kur dëshiron të haj spesa pra në kodimri, atëherë le të paguaj edhe çmimin e shtrenjtë, kështu thoni? Shumë normal, është me dhe që ashtu është diçka. Kuna mbeti zonja, dua ta pyes nëse zonja nuk do të më foli. Keni gatuar baklavën apo jo? Apo keni bler? Jo, baklavën e blejna, edhe kena mbarue të spiqte, të atlis di që e thone veç. Shumë e shishme. Keni shëndetin dhe gëzuar kjo festë. Nuk po muj me thonë janë çmimet e nalta se nuk janë, me të vërtetë nuk janë. Unë jam agjerueshëm me sale. Për qytetarët të jenë të përballueshëm me çmimet sikurse për juve. Po për nerë, po veç këshyri kolicat, ka 100 kolica që sa
Mos me kanë çmimet e përballueshme, s'kishin ai këta hiç. Pikërisht për këta mund të jenë të çmime të shtrenjta, por megjithatë për disa janë për këta beson këta nuk dojnë në mosh. Këta s'dojnë në mosh, ta punojnë kështu dhe po besoj që është në rregull. Faleminderit shumë. Urime festa e Bajramit, ndërsa përballë kemi këtu disa perime ku për shembull kemi spinaqin ku shkruan që 50 cent është kilogrami, kemi sallatën e gjelbërt, lakër, patate, domate, se nuk ishia fillimisht, por ja që pas kemi. Vazhdojmë tutje, lus të më përcjell kolegun tim, kameramanin Said Rushupa, Said të ndroj anën apo të vazhdoj kështu? Kështu që pras shofim perime gjithandej, shofim edhe shumë qytetarë që kanë dalë të furnizohen me produktet që kanë interes për ta, sigurisht për të përgatitur drekën e Bajramit apo edhe për nevojat atyre që do t'i kenë para kësaj festës. Tregu është i mbushur pra me njerëz, jo të gjithë shprehin dëshirën apo kanë vullnetin për të bashkëbiseduar me ne, por megjithatë këto janë çmimet të ofrohemi edhe tek ky tregtar, shpresojmë që mos na refuzoj. Përshëndetje, nuk dëshiron të flas, megjithatë, mbase nuk ju pengon që ne të xhirojmë atë që ata ofrojnë për qytetarët e tyre të rregullt, të cilët tregun e gjelbër pra e kanë vendin e preferuar për të furnizuar me pemë dhe perime. Vazhdon kolegu im Saidi të ofroj pamje, jemi në hyrje të tregut, për ndryshe nëse kolegu im po arrin të ofroj pamje të mjaftueshme, është një rrëmuj e tërë këndej pare, por jo vetëm sot, sigurisht që çdo herë është e tillë. Përshëndetje. Jemi prej televizionit, dëshirojnë të flasim apo jo? Nuk dëshirojnë. Zonja, mund të flasim me juve? Jo, vëlla zgjas më fort. Nuk dëshirojnë, megjithatë ne vazhdojmë tutje. Kështu është kur vjen në treg, sigurisht gjithkush ka kohën e vet të çmuar dhe e kanë të planifikuar të kthehen mbase më shpejt në shtëpitë e tyre. Kemi edhe një vend tjetër, shpresojmë që kemi mirë kuptimin dhe të flasim. Përshëndetje, nuk dëshironi as ju të flisni. U kry, respektojmë sigurisht dëshirën e secilit për të mos ndërhyrë në atë që janë duke ofruar. Pra shohim çmimet, kemi lakrën 1 euro copa, mollën e kuqe 1 euro, kështu që, më fal, domatet mund ta dim sa janë? 2 euro. 2 euro 1 kilogram domate, qepa? Qepa 70 cent. Qep të reja? 5 euro. Pra qep të reja në 5 tuba kanë çmimin prej 1 euro, qepa e vjetër 70 cent, kemi një patatën, pra kemi 1 euro, këto janë çmimet të cilat sot janë ofrohen në treg. Sigurisht tregtarët prapa kamerës thanë që çmimet në treg gjithmonë janë më të lira se sa në supermarkete, kështu që mbase është e mirës të vizitohet tregu, jo vetëm për çmimet që mund t'i ketë më të favorshme, por edhe për produktet e freskëta që ofrohen. Tani për tani jemi në hyrjen kryesore të tregut, e cila vërtet ka një pamje jo të dëshiruar, është pamja që nuk do të donim asnjëri prej nesh mbase ta shinim, siç e përmenda edhe në fillim të kësaj lidhje të drejtë për drejtë, kushtet janë teje të vështira në të cilat punojnë tregtarët këtu, kërkesat e tyre që prej pas luftës ende s'janë realizuar, është një sallatë e gjelbërt e cila ra në tokë, për ndryshe është jashtëzakonisht e freskët. To do të thënë janë vendese. Që lukor, që 2 hapa vend. Sa është copa? 50 cent badjao, që sa një maj litë. Dhe ka po shiten sot apo? Po shiten, po s'pëna leon me shit badjao. Se? Pse për parim Roma na ka premtu rafsh që 4 vjet me na maru për 6 muaj ditë, që 4 vjet të bo, halon neve tregun këta na njekon sikur qetë uve. A mo qëto, kom qef me një atje në televizor, jo me drejt për drejt jemi, kështu që... Sikur qetë për në njekon. Se s'po kanë qa me botë tjetër, neve katunorëve vinë këtu, stalon Ramazan,
nuk na lën me i morë 2 bukë me shku të shtëpia. Që çka na bën kryetari i komunës Prishtinës. Sa mund të fitosh brenda një dite? Me fitu këto 20-30 euro. Që t'ja përshdet që të salota pak s'fana se kena pak kjep me shku të shtëpia më i quë, edhe për që ata s'na lën me rrojë. Po na njikën. Të gjitha vendore? Vendore që lukar që tu. Por me që si kena nuk sot i kena prufe, që fataliteti, veç që. Edhe po, arrini të mbijetoni me këto të ardhura që mund të mbledhë? Qa me bo? Unë e papun, jam 62 vjetë. Shteti së mjabë kur gjo. Qysh mjabë bo, qka me bo? Me në dënu, po në të mërë me 100 euro në dënën, pse po shetë që tu, që? Sigurisht ankesat e juja i keni ofrua, i keni... Mos besioshi, qure, që? Qure, 100 euro në ka dënu, pse po shetë në rrugë, a në ka premtu që 4 vjetë ko me ta buë venin me shi qure. Që 4 vjetë në kalun virën. Vazhdimisht i adresoni këto kërkesat tuaja? Pa ti hova, kujna? Kur kujna? Ves me janë që të është me shku për Gjermani krejt. E me alun për parim Romës, mo tani jetë këtu, let lunë volleyball. Faleminderit shumë, vjen shumë keq që jeni shqetësuar në të ditë prak festës. Do të me hongër edhe na, po do të me hongër. Sa antarë jeni qësi? Jo edhe, u e kom një gru plok të padlicu me që aty të shvija, qa me bon? Ajo po të me hongër. 62 vjetë, ojësoj, 62 vjetë. Endës nuk merë një pensionin? Ashtë i sen, hisne. Që 4 vjetë nga ka premtu për parim Roma, kom jam në rejtë. Ta është ja ka këthyje, qite inspekcionin, dena i ka të nortë. Myti ka të nortë. Vetë na i ka jap subvencionet, vetë na i ka dhonë serat, vetë krejt senet na i ka dhonë, ta është i masë më thotë, mos e shetë, shko shetë e ku dush. Pra, emri ju i si ishte? Unë e Rashid Mustafa Berisha, fshoti Llukor, lagja e Berisha. Pra, zoti Rashid është i shqetësuar për gjendjen në të cilin punon, për rrethanat në të cilat janë krijuar, nga mos përkraja lokale. Kemi edhe një tregtar tjetër i shqetësuar që flet brapa kamerës, por ja që nuk dëshiron të prononcohet kështu drejt për drejt. Megjithatë, vërtet shqetësimet janë të mëdha nga të gjithë tregtarët. Ky ishte njëri nga ata që e shprehu mlefin e tij të drejt për drejt, por jo edhe të tjerë që nuk kanë këtë shqetësim. Pra kushtet janë të vështira, vetura qarkullojnë këndej. Ka diçka që inspektoriati vetëm se ka ardhur, kërkojnë të largohen nga rruga, tregtarët të shqetësuar të cilët kanë sjell produktet e tyre, artikujt e tyre për t'i shitur këtu skaj rrugës, dhe vërtet ishte një skenë jo shumë e këndshme në tentim për të ikur, apo për të mos marrë dhe një dënim të radhës. Nuk e di nëse na dëgjon Afrodita. Fshihin ato që ishin për të shitur. Nëse më dëgjon, a mundesh të afrohesh? Ne do të shohim, po. A mundesh të afrohesh afër inspektoriatit të marrësh në një prononcim nëse ata duan të japin në lidhje me këtë? Po, atë e kisha në mendje. Po munde? Të shoh se ku janë, unë aktualisht nuk po i shoh se i kisha mbrapa shpinës, nuk e di ku mbetën, por tregtarët mbase i kanë mësuar fytyrat e tyre dhe e din ku janë. Po pra, besoj se ose do marrësh në një prononcim tjetër të tregtarëve. Cili është kërkoj ndihmën e tregtarëve, se cili është Cil? E shoh tani, faleminderit shumë. Unë do të shoh zyrtarët e inspektoriatit, shoh nëse ata dëshirojnë të prononcohen dhe të flasin se cila është arsyeja pse kanë dalur sot, cila është kërkesa e tyre edhe çfarë po ndodh aktualisht, ku ne jemi drejt për drejt pra live në programin për ditë të mbar. Shoh. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi live nga televizioni 21, pam një skenë për pikërisht pse jeni në orar të punës, edhe ne jemi në orar të punës. Tregtarët shprehin shqetësimet e tyre sepse ju po i dënoni pa arsye, pa ofruar kushtet adekuate për të ofruar. Pikërisht, ne kemi leju në 2 rana ekspozim. Nuk është normale, deri në gjysmë rrugës, mos me pas njeriu as ka me qarkullu, atje është rrugë qarkulluese për kere, ka dojnë me bletë qytetarët. Që ato edhe i përgëzova,
për vendosje në 2 rana, që edhe duket më bukur edhe hapësira është e lirë për qytetar. Ndërsa atje në atë pjesën e tregut, jemi duke punuar për atë zgjedhje, që edhe me i qitë kontinierat, edhe me u largu, edhe mu vendos pengesat, jemi të punu në drejtjem. Për ndryshë pati ankesa, shqetësimi të jashtëzakonshme? Muni me bu pyetje në drejtorinë e shërbimeve publike, ata e marrin vendimet. Dhe keni lëshuar sot ndonjë dënim apo jo deri më tash? Jo, e kemi bo javës kalume dhe do të bëhet strikt kjo punë. Sa herë në javë dilni të inspektoni këto parësi në tregun? Na kemi shumë obligime tjera për pas tregut. Në përgjithësi tonë bjen edhe shumë obligime tjera, andaj varësisht mbi planit punës. Me kë biseduam ju lutem? Shpresa Çollaku, inspektor e shërbimeve publike. Faleminderit shumë, pra biseduam me njën nga inspektoriati i komunës së Prishtinës, pra ku kanë dalur në kryeqytet për të inspektuar gjendjen e cila është, pra kjo ishte arsyeja e cila e tha zonja Shpresa, pse dënon, për ndryshe po shpresoj shumë që kolegu im kameramani Said Roshupa arriti të kap atë moment ku tregtarët iknin me ngulm për të mos u dënuar, për ndryshe zonja tha që sot nuk kanë dhënë asnjë dënim, mbase kanë pasur konsiderat për shkak që jemi në prag të festës, për ndryshe tha që dalin shumë shpesh dhe ky problem duhet të rregullohet sepse sipas saj tregtarët mobil po bëjnë pengesa për qarkullimin për qytetarët. Për ndryshe kemi qytetarë që na flasin brapa dhe që thonë ne nuk jemi tregtar, jemi prodhues dhe kërkojnë vendin e tyre dinjitos për të shitur produktet e tyre dhe për të siguruar ekzistencën e tyre. Unë lusë kameramanin Said që marrin këtë pamje në fillim të hyrjes së tregut, vërtet është një pamje mjeruse dhe jo që nuk e kemi shfaqur edhe herë të tjera. Kështu pra duket tregu i kryeqytetit, nuk besoj që në ndonjë kryeqytet në rajone as në Evropë më të gjerë ka një treg të tillë, por ja që qytetarët vazhdojnë vinë dhe të furnizohen, gjithashtu tregtarët dhe prodhuesit vazhdojnë të sjellin, të kenë vendin e tyre ku mund të shesin produktet e tyre. Maksi? Po të dëgjoje, po të shikoj në fakt, zonja pak më parë nga inspektoriati tha që duket më bukur, vetëm bukur nuk duket aty fatkesisht, megjithëse siç e the dhe ti dhe siç po shikojmë është një nga tregjet më të frekuentuara, sidomos para çdo feste, ku shkohet për të blerë gjëra në fakt që po shikojmë janë prodhime vendore, të gjitha janë prodhime vendore, ke ndonjë informacion, ka dhe prodhime që vjen për shembull nga Shtetet Fqinje apo të gjitha janë prodhime vendore? Po, Maksi, pa tjetër që ka produkte që vinë edhe nga Shtetet Fqinje, nga Shqipëria, Greqia, Turqia, kështu thonë tregtarët, por sigurisht ka disa nga artikuj që janë edhe prodhime vendore të sezonës, siç është qepa e re, lule lakra, e disa produkte të tjera, lakra që mund të ofrohen tani për tani edhe nga toka tona. Për ndryshe unë sërish lus kolegun tim që të ofroj pamje edhe nga toka ku është vërtet e mjerueshme, ja, ku kemi një vrim të hapur këtu, e cila sa herë të bie një rig me shi duket kështu, shi prakisht e gjithë natës, dhe këtë ne po e shohim sot, por këta tregtar dhe këta prodhues që shesin produktet e tyre këtu, sigurisht e përjetojnë çdo ditë dhe nuk është sigurisht jo pamje mirë, por nuk është gjendje e mirë që ata të qëndrojnë. Është ftohtë, nxehtë në të gjitha sezonat, në të gjitha temperaturat, ata qëndrojnë këtu në këto rrethana, pra përpiqen të sigurojnë ekzistencën e tyre. Këtu ku jemi, në tregu ku ka veshmbathje dhe ana tjetër ku shiten produktet ushqimore, kështu që nuk di nëse do të kem fjalë për ta përshkruar ose komentuar këtë situatë që ne shohim tani për tani. Por më mirë se sa që e kanë përjetuar vetë tregtarët e prodhuesit në lëkurën e tyre këtë gjendje, sigurisht ne asnjëri prej tyre nuk mund të flasim siç mund të flasin ata dhe të përjetojnë, por janë aq të revoltuar saqë nuk dëshirojnë të prononcohen, sepse sipas tyre janë lodhur duke adresuar kërkesat dhe nevojat e tyre, por mbase kanë rënë në vesh të shurdhër nga secila qeveri lokale, siç thonë ata.
Afrodita në fakt është një treg që ndodhet shumë afër komunës, jam shumë kuriozitar të di vetë kryetari i komunës a shkon ose të tjerë natyrisht ata që punojnë në komunë a shkojnë ndonjëherë në këtë treg për të bërë pazar. Do të isha shumë i lumtur të shikoj ndonjëherë ata duke kaluar aty në këto gropat që jo vetëm makina që nuk mund kaloj, por edhe karroca nuk mund kaloj në këto gropa të tilla. Fatkeqësisht a themi kështu. Ndërsa nëse futemi më brenda, sigurisht edhe më keq se kaq është pamja, por a kalojnë zyrtarët përgjegjësit që janë për të thirrur për të rregulluar këtë situatë, atëherë këtë përgjigje nuk e kemi. I kemi parë ndonjëherë kur na kanë ftuar për të promovuar ndonjë projekt apo për dhënë ndonjë premtim, por mbase çdo ditë nëse do t'i binin këtij tregu, besoj që do të kishin menduar ndryshe apo do të kishin marrë hapa më të përshpejtuar, edhe se sipas arsyetimeve të tyre ka pengesa të ndryshme nga pushteti lokal tek ai qeveritar e anasjelltas, por ajo që është e që po shifet janë ata tregtar, këta prodhues të cilët këtë gjendje e përjetojnë dhe veprojnë në këto rrethana të jashtëzakonshme që nga pas lufta. Sigurisht që nuk kanë shpresuar që 25 vjet pas luftës nuk do ta kishin një treg të përshtatshëm ku do të ofrohej kushte spaku minimale, sepse këtu nuk janë as kushtet minimale, për të ofruar atë që ata e quajnë e kemi ekzistencë. Për ndryshe tani jemi duke xhiruar disa pamje nga frutat e thata, kemi hudhër, kemi mëlmesa të ndryshme, kështu që edhe pamja është për të mos e komentuar më mirë mbasi se s'kemi çka të themi, ajo shifet. E dëgjuam që edhe nuk më kishte shkuar mendja. Kjo çka mund të bëjmë është kjo e jona. Nuk më kishte shkuar mendja që një ditë Speci që të prezantojmë se si duket. Më dëgjon Afrodita. S'më kishte shkuar mendja që një ditë të Speci do të bëhet. Po Maxi tani? Do të bëhet luks Speci, siç u tha pak më parë në tek një blerës që ishte natyrisht në këtë pazar. Dhe për ty për shembull cili është luks tani? Blerësi kishte jetuar në Gjermani edhe ai e tha që luks është nëse konsumohet speci jashtë sezonës, për ndryshe në sezon nuk e përmendi, kështu e arsyetoi çmimin e shtrenjtë të specave, dhe pse tani ishin shumë më lirë se sa që kanë qenë para 4-5 ditëve. Megjithatë, tregtarët thanë që 2,2 të gjithë llojet e specave ju sillet ky çmim, kështu që këto janë çmimet, këto janë rrethanat në të cilat punojnë, por ajo që na mbetet të themi, urojmë që festat e ardhshme të kemi diçka tjetër për të xhiruar, jo të ofrojmë si pamje. Shumë kisha lutur edhe një herë kolegun tim, ja, se si duket. Është një pamje e cila vërtet, po e ripërsëris, nuk ka koment. Nuk kam se si ta përshkruaj ndryshe, sepse pamjet flasin vetë, ndërsa ata që qëndrojnë çdo ditë këtu e kanë të vështirë, që ati e tyre janë këta najlon të cilat i kemi ne mbi kokë, e të cilat zorë që ndalin shiun borën e as diellin. Pra janë tregtarët ata që janë duke mbijetuar, duke qëndruar këtu që nga mëngjesi, që në orët e hershme, sepse ky treg hapet mbase që para orës 6, kështu që ta paramendojmë se si është të qëndrosh nga ato orët e para të mëngjesit e deri në orën 16 pas ditës së paku. Kështu që Maxi çka do që them, mbase mund të jetë e tepër. Megjithatë jam kuriozitar të di se sa janë çmimet e ylmetit. Sa është 1 kilogram djath? Gjiza? Ndërsa kemi edhe vezë fshati? Veza? Që i bie që veza e fshatit aktualisht është më e lirë se sa vezët industriale, sepse një paku me vezë industriale ka rritur çmimin edhe deri në 4 euro. Kështu që mbase duhet i kthehemi prodhimeve vendore, prodhojmë shumë vetë, që të kemi edhe më të shëndetshme, edhe me kosto më të përballueshme.
Po, Maksi? Atëherë, Afrodita, faleminderit shumë dhe me që je aty na bëj në një Keni pazar. nevojë, po. Na bëj në një pazar të mirë, okay? Mos harron për shembull nëse kishte nuk pash lule shtrydhe aty, nuk pash dredhza aty. Na hahen sepse është koha e tyre. Pash asun. Maksi, desha të bëj një test, marr një 10 euro dhe të shoh sa po arrit të blej, por u krijuan rrethana të Jo, 10 euro nuk si që mjaftojnë. patë dhe ju, erdhi inspektoriati, u krijuan një skenë e jashtëzakonshme, e pakëndshme, edhe kështu që na doli nga plani X ditës apo plani I kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Përndryshe, këtë bashkëbisedim dua të përfundoj me këto patate që janë nga vendi, kilogrami I tyre është 70 cent. Ndërsa unë përshëndes gjithë shikuesit tanë, I falenderoj shumë që gjithmonë janë pjesë e programit tonë dhe kisha pasur pra nëse mund të më lejohet një lutje që blerjet e tyre t'i bëjnë në treg sepse edhe janë më të freskëta dhe janë vendore.